I nderuar kryetari i Partisë Demokratike zoti Sali Berisha, të nderuar demokrat dhe të ftuar në ardhjen e liderit të opozitës, është vërtet një kënaqësi e jashtëzakonshme që sot kemi kryeministrin e historisë më të suksesshme të Shqipërisë, ku në 8 vite e integroi Shqipërinë në standardet më të larta, antare e NATO-s, liberalizimi i vizave, dyfishimi i pensionit, dyfishimi i pagës, mbështetja bujqësisë, arsimi dhe çdo standard i cili sot është i pakonkurrueshëm, jo nga kjo qeveri krimi dhe korrupsioni, por është një standard që askush tjetër nuk mund ta bënte përveç se vullnetit të profesor doktor Sali Berishës dhe Partisë Demokratike. Sot Shqipëria dhe Dibra e vuajnë fakt atë lloj situate. Ju kujtohet shumë mirë, para 13 vitesh, në këtë shtetitore, kishim jo pak, po kishim 2000 student. 2000 student të cilët e gjallëronin qytetin, ishte kthyer në një kryeqendër të veriut, pse jo dhe për Maqedoninë, apo për Kosovën, apo vendet e tjera, dhe sot nuk është më universiteti. Jo vetëm që nuk është universiteti me 2000 student, por nuk i bën dot 2003 në Dibër, sepse kjo qeveri krimi dhe korrupsioni që nga dita e parë dhe deri ditën e sotme ka përdorur çdo lloj instrument korruptiv. Nuk ka ndonjë qeveri të dytë në botë që ka një korrupsion galopan, duke filluar nga incineratorët, duke filluar nga rrugë, duke filluar nga rruga Arbrit, duke filluar çdo lloj investimi, duhet që 70 apo 80% e investimit shkojë tek xhepi i kryeministrit apo i sektit të rilindjes dhe tek qytetarit të mos shkojë asgjë. Nuk është vetëm korrupsioni që ka bërë, por ka patur një përkujdesje të drejtë për ta varfruar qytetarin shqiptar, për ta imponuar, për të hikur duke përdorur gjitha instrumentat që e lidhte qytetarin, po themi, me vendin. Dhe mjafton të japim vetëm disa nga faktet. Ju kujtohet ju në kohën e Sali Berishës se sa frutikulturë u mbjell në Dibër dhe në gjithë Shqipërinë. Por sot, sa herë që shkojnë në ndonjë parcel, shoh që pritet parcela, sepse nuk ka mbështetje. Nuk ka mbështetje as në kohën e Sali Berishës, nuk ka mbështetje si asnjë nga vendet e tjera të rajonit të cilët mbështeten nga bujqësia me 3, 4, 5 deri në 10 herë më shumë se sa në Shqipëri. Sot, kudo që të shkosh në Dibër, nuk lulëzon biznesi, sepse çmimet që janë sot në Shqipëri janë pothuajse 2 herë më shumë se sa në Dibrën e Madhe. Kudo që të shkosh sot nuk punohet toka, se kudo që të shkosh she toka të papunuara, sepse nafta është në kulmin e saj, jo për shkak krizës, por për shkak një qeverie krimi dhe korrupsioni, e cila ka në fokus saj denigrimin, shpopullimin dhe ndërkohë vetëm mbajtja e sektit të rilindjes. Është skandaloze nëse ne shohim nuk është vetëm thjesht përsekutim politik, po ky kryeministër që ne kemi sot bën një përsekutim krahinor dhe nuk ngopet, po themi, me zhbërjen, me shpopullimin, me mbylljen e shkollave. Ne jemi qarku më i varfër në Shqipëri, natyrisht jemi edhe qarku më i varfër në Evropë. Ne sot kemi numrin e shkollave rekord në Shqipëri, më shumë se sa 50 apo 60% e shkollave janë mbyllur. Dhe ato shkolla që janë të hapura duhet të hesin me kilometra të tërë për shkuar tek shkolla, e përpasoj për shkak mbylljes këtyre shkollave, prindrit detirohen për të shkuar në Tiranë apo për shkuar në vendet e Bashkimit Evropian, sepse nuk mund t'i mbjetojnë. Ky kryeministër, si askush tjetër, i ka mbyllur qendrat shëndetësore, e ka rënuar shëndetësinë dhe sot miliona euro nuk shkojnë tek pacienti, nuk shkojnë tek qendrat shëndetësore, nuk shkojnë tek spitalet, po shkojnë tek oligarkët e lidhur me kryeministrin. Siç janë 4 koncesionet të cilët i kanë kushtuar jo pak, po më shumë se sa 450 milionë euro. Sot, kudo që shkosh në Dibër dhe kudo, ke një kryeministër i cili targeton çdo demokrat për ta lënë pa punë, për ta përsekutuar, për ta denigruar, për ta imponuar për të ikur jashtë. Dhe kjo është një hakmarrje e drejtë për drejtë e këtij kryeministri. Kemi bërë një reformë territoriale në vitin 2014, e një anshme, e bërë nga një kryeministër, i cili në fakt në vitin 2011 humbi në të gjitha zonat rurale të Shqipërisë dhe gjeti një mekanizëm elektoral për të shërbyer partisë së tij. Dhe nga 373 njësi vendore,
shkup në gjatë një njësi vendore. Dhe në fakt, mesatarja e Bashkimit Evropian sot është 6.000 banor. Në fakt, kur kishim 373 njësi vendore, ne kishim një mesatare, diku ke 13.000, pra 2 herë më shumë. Dhe pushteti vendor shkon afër qytetarit. Ky bëri të kundërtën. E centralizoi dhe e ktheu në gjatë një bashki. Po kush është më e keqja? Po mor vetëm rastin e Dibrës. Dibra ka 14 ish komuna dhe bashkinë e Dibrës 15. Ndërkohë mesatarja e Shqipërisë është diku ke 6. A nuk është një përsekutimi drejt për Dibrën? A nuk është një hakmarrje për Dibrën? Si mund të vinë një qytetar nga Lura, nga Reshi, nga Dardha, nga Selishta, nga Kalaja e Dodës, apo nga Maqllara, apo dikush nga Trebishti për shkuar në Bulqiz, apo nga Martaneshi, apo në Macukulli e kurdo. Pra pati një hakmarrje të drejt për drejt të këtij kryeministri për ta zbërë. Bujqësia ishte punëdhënësi kryesor. Në kohën e doktor Berishës ishin jo pak, po më shumë se sa 500.000 punësuar. Sot janë vetëm 300.000 punësuar. Dhe ato 300.000 punësuar nuk janë më në këto zona, sepse largësia e bashkive e ka rënuar bujqësinë, sepse largësia e bashkive e ka ulur shërbimin, i ka mbyllur shkollat dhe ka mbyllur çdo gjë dhe përpasoi qytetarët për shkak përsekutimit politik, për shkak kësaj reforme antinjerëzore i ka detyruar që të ikin jashtë. Nuk besoj që ka një shembull të dytë, po themi genocidi, që përdor një kryeministër ndaj popullit të tij. Dhe në këto kushte ne nuk kemi asnjë lloj rrugë tjetër. E vetmja rrugë jona është vetëm për të reaguar për shkak të asaj se çfarë i ka bërë Shqipërisë, dhe besoj që nuk është vetëm zëri i demokratëve, është zëri i gjithë shqiptarëve, është zëri i rezolutave të njëpasqyrshme. Para 2 ditë ishte rezoluta e 8 në mbështetjet Partisë Demokratike dhe ndërkohë për denoncimin e një qeverie krimi dhe korrupsioni që ne sot kemi në pushtet. Absolutisht data 8 është shumë e rëndësishme, 8 maj. Është shumë e rëndësishme dhe unë ftoj çdo demokrat, po jo vetëm demokrat, po çdo Dibran dhe Çaku Dibrës për të marrë pjesë, për ta shembur. Kauza e Partisë Demokratike, doktor Berishës është vetëm një. Për të krijuar atë se çfarë kërkon gjithë bota. Për të qenë të lirë, për të dhënë botën të lirë, sepse ne nëse do të kishim qenë të lirë, ne nuk do të ishim në opozitë. Kush është ai qytetar Dibran apo shqiptar që shkon e voton këtë qeveri që merr vetëm 16.000 lekë apo 30.000 lekë vjetra ndihmë ekonomike? Me Sali Berishën ishte 200 euro. Kush është ai pensionist që shkon e voton Partinë Socialiste që ka pensionin 60.000 lekë vjetra apo 120.000 lekë vjetra? Kur një pensionist që s'kishte punuar asnjë ditë në punë do të merrte 200 euro. Kush është ai që ishte i papunë që sot detyrohet për të ikur jashtë? Me platformën e Partisë Demokratike, një vit më parë, ishte për të patur punë, për të patur një rrogë 200 euro, për të mbështetur fëmin e tret e tjerë apo kredi e mjaft standarde tjera që i kishte zili vendet e Bashkimit Evropian. Po pse nuk shkoi vota atje? Nuk shkoi vota sepse kemi një qeveri krimi, korrupsioni që përdor prokurori, polici, përdor çdo lloj instrumenti për të denigruar çdo demokrat, për të shantazhuar, për të joshur me paratë e korrupsionit dhe ka krijuar këtë lloj situate agonie. Jam absolutisht i bindur që me profesor doktor Sali Berishën do ta shem më keq se sa në vitet 90, do ta shem më keq se sa në vitin 2005, por duhet besim, duhet shpresë, duhet angazhim, duhet trokitje dhe jam absolutisht i bindur që fitoria e Partisë Demokratike, shembja e këtij regjimi do të fillojë nga ky qytet, nga kjo foltore dhe absolutisht ajo se çfarë kërkon Partia Demokratike për të patur një qeveri teknike për të garantuar atë se çfarë duhet të ketë një qytetar, do të jetë zgjidhje për të patur pse jo dhe 2 palë zgjedhjet për ta shembur këtë qeveri krimi dhe korrupsioni. Ju falenderoj. Faleminderit deputetit Nxiu. Kam kënaqësinë t'ia fjalën kryetarit të Partisë